Binaj është shpallur si kandidat i pavarur. Apo është caktuar nga Berisha që të luaj rolin e të pavarit, si e mendon t'i preç për shembull? Shiko, për kufizimi i kandidatit pavarur nuk është ky i Binaj, e mund të thotë. Kandidati pavarur del krijon një lëvizje qytetare, prezantohet në qytet, paka shumë pa pregadit, domethënë, elektoratin apo qytetin, se ky po afrohet dhe po kërkon të angazhohet. Këto janë kandidatë pavarur, këto janë kandidatë gjithmonë pa parti, ka pas raste që ato kanë pas dhe sukses. Kemi shembull ku në për bashki të mesme apo të vogla, kanë fituar të pavarurit kundër gjithë partive. Kemi në Itali gjithandej. E unë mendoj që është një skem politike, sepse asnjë nga partit nuk do që të ekspozohet vetë me një emër konkret politikanin. Nëse një parti ose partitë e opozitës nuk kanë kandidat të denjë për të përballuar garën bashkinë më të madhe të Tiranës. Në fakt kjo është për shumë se sa një bashki, mund të them është Shqipëria. Ata dëshmojnë se janë në krizë për personalitete, janë në krizë të burimeve njerëzore. Ta shtym pak më tej që të futim në... Ta shtym pak më tej që të... Pse është e diskutueshme kjo, do pyesim dhe Bushatin dhe Qorin dhe Beqin. Po, shiko tani, është gjetur një formullë, në fakt. Politika ka drejt ta bëj, opozita ka drejt ta bëj. Dakor. Po, unë më shumë i pyes ju si analist se çfarë tregon PD-ja me këtë. Se për shembull, këta të rinj, si Binaj, për shembull, Partia Demokratike mund t'i marrë brenda vetes. Dhe të brenda partisë, se këta një ka marrë brenda të partisë Berisha të besuarit, vetëm, nësa këta i merë borç për zgjedhje. Kjo më duket mua kërcet shumë. Merë borç këta, se e drama i merë drejt për drejt, Manastir Liu, i shërbenet gjitha punët që ka, gjitha pamp merët vijet atje. Tjetri, vijet atje. Nuk i merë borç, si të pavarur e kështu, pse duhet të tregosh njerëzve që unë po bëj këtë gjë, që nuk shkon, domethënë, për mua, ha? Këtë po them, unë thash që është një skem që synon të bashkoj. Ajo për shumë ka arrit një rezultat pozitiv, sepse ka bashkuar disa nga fragmentet edhe të partive opozitare tjera që janë nga qendrën e djathtë, rreth një kandidati. Dhe më duket se askush nuk është i gatshëm, si më thënë, që t'i dalë vetë zot, edhe kanë gjetë këtë kandidat. Ky është kandidat politik, sepse është shpallur nga kryetari i Partisë Demokratike. Ne aty e kemi dëgjuar, është marrë, ai mund vije nga dje shpallë prej tij, pastaj është shpallur edhe nga të tjerët. Përshtypja ime është kjo, më thënë që partitë... Binaj është duke u diskutuar, po kjo është një formullë se ata futën dhe njerëz tjerë. Agron Shia i futi njëri emër tjetër, Ermalin ky tjetër futi tjetrin, po mbinin shumë njerëz. Po është një formullë... O, Ylli, nuk mund të... Konkludo preç që të futim në bisedë dhe kolegët e tjerë. Nuk mund të kandidati për kryetar bashkie në Tiranë, dhe më thënë në këtë formë. Këto janë mënyra kështu, dhe më thënë për të zgjedhur një kandidat një bashkie të vogël, ose gjejmë një 10 vete, i përzim njëri do, tjetri s'do. Kandidati për bashkinë e Tiranës përgatitet gjatë. Edhe tradita e PD-s pa ka shumë në një përjashtim, po jo të kësaj natyre krejtësisht, është që është përpjekur që ngaroj me kandidat politik, me rrezatim konsensual, se ka edhe kandidat politik me rrezatim. Preç, ti futim... Bushat ti si e mendon tani? Ja ta them këtë fjalin që... Pa e pra preç se të konkludojmë, po se po nuk futëm... Po jo, po nuk s'kam thuar vetëm ty. Mendoj që, që më thënë në një farë mënyre, kemi një shprehje popullore që nuk e nderon fakt racën tonë, por mund ta themi që këta thonë që nëse del djalë, e ndajmë suksesin. Nëse del vajzë, ne s'kemi ka kandidati. Dhe më thënë, kështu më duket mua është ky rast. Fjali që kam unë habitet me këto partitë të tjera, të cilët nuk e deklarojnë hapur që ne jemi në koalicion. Se unë jam partizani një opozite plurale. Unë kam zhvilluar këtë tezë, krijimi një koalicioni me rregulla loje. Periudhës është. Se ti e di mirë Gjunë Shqive, fjali periudhë e bëre fjalim. Du ta përsëris.
Opozitë plurale ku fragmentet opozitare bëjnë një marrëveshje e institucionalizojnë, zhvillojnë identitetin e tyre secila, por kanë një marrëveshje kuadër. Pra kjo nuk është normale, thonë ju. Ata thonë si jemi, ne jemi me kandidatën, si jemi me koalicionin, thonë është një çudi e madhe. Një kolegë Është kontradiktore. më shkrua në avokat që kishte dekret për zgjedhjet, Meta nxori dekret për anulimin, ka fjalën për dy dekrete, po. Rama nuk e regjistrojnë fletorin zyrtare. Ç'a ndodhi kjo? Ç'a ngjashmëri ka? Nuk ka lidhje me mos regjistrimin fletore zyrtare. Dekretet dhe vendimet e gjykatës kushtetuese dhe çdo ligj merr fuqinë fletore zyrtare. Tash në rast se në Shqipëri do flasim, topi është imi, penalltin do ta gjuaj unë, s'jap dot përgjigje. Unë s'jap dot përgjigje. Kalojmë në një moment shumë të rëndësishëm, besoj unë. Ne e prekëm emisionin e kaluar, domethënë atë patë ditë u vra gjyqtari të emisionit të kaluar, domethënë ditën e hënë, dhe ne tani në nderim të vdekjes e të gjitha, u treguam pak të kufizuar për të folur gjerësisht të preç në. Tani ne do themi disa gjëra sepse shohim disa gjëra shumë çuditshme. Çfarë shohim? Populli ka shpallur ero vrasjen e gjyqtarit. Pjesë e mirë e popullatës, preç, brenda dhe jashtë Shqipërisë, e ka shpallur ero dhe thotë si një lloj si Avni Rustemi. Thonë një pjesë, ky. Nuk janë Avni unë, si që shikoni të gjithë, po, thonë, si Avni Rustemi. Ja, le të ndjekim sinkronin me komentet në rrjetet sociale dhe kthehemi te një kolegu gazetar që do na shpjegojë më shumë se kaq dhe hyjmë këtu. Elvis Shkëmbi nuk është kriminal, as vrasës me pagesë. Nuk e vrau as për arsye personale, as për arsye politike. E vrau për të mbrojtur të drejtën e vet. Pushka e Elvis Shkëmbit është pushka e lirisë. Emri i tij do të mbetet simbol i vërtet. Një hero si Avni Rustemi. Gjyqtari korruptuar nga njëra palë hëngri lekun, nga tjetra palë dy fekun. I lumë të dora, edhe pse kjo nuk është zgjidhja e dur, por kur drejtësia të vë me shpatulla për muri, plas dhe guri e jo më burri. Elvis Shkamb Graniti, shqiptari me gjak të pastër arbror, do të kujtohet brez pas brezi dhe do t'i këndohet kënga. Sa për zaptuesit serbo-malazez dhe gjykatësit e korruptum që bëhen palë me ta, ka vetëm plumba. Respekt legjendar. Allahu qoftë me ty. Avni Rustemi në Paris dhe Avni Rustemi në Shqipëri. Mos të vi keq se vrave një tradhtar kombi, një hajdut, të lumë të pushka. Turp që e quajnë kriminal. Ai djalë është hero për ne, të gjithë popullin me problemet me pronën. Vetëm plumbi ju vjen hakut. Vesi hiqet me vdekjen e këtyre gjakpirsëve të këtij populli. Mos pa çhall në përzyra shteti. Ka 34 vjet. Turp.